الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثال له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد وكبره تكبيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Falënderimet, lavdatat, hamdi i takojnë Allahut fuqi plot. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut fuqi plot prej të këqijave dhe të ligave të shpirtit ton. Kërkojmë mbrojtjen e të madhit Allah fuqi plot prej të sytjeve dhe djallëzive të shejtanit të mallkuar. Shumë salate dhe selame pa ndadhe çdo herë i dërgojmë më të dashurit ton, më të madhit pejgamber Muhammedit ton të dashur sallallahu alaihi wasallam. Kemi respekt të madh për shokët e tij të ndershëm e fisnik dhe lutemi për mbar muslimanët, gjithë besimtarët dhe besimtarët, ata të cilët kanë shku tek Allahu para neve dhe deri tek besimtari dhe muslimani i fundit në jetën e kësaj bote. Të nderuar dhe shumë të respektuar vëllezër, në këtë ditë të bekuar, në këtë ditë kaq madhështore, në ditën e festës së Kurban Bayramit. Festa e Kurban Bayramit në vete dhe në thelb përmban njohshmërinë ndaj krijuesit, e cila gjatë kësaj feste të Kurban Bayramit pasqyrohet me përkushtimin e sinqert të adhurimeve ndaj Allahut fuqiplot, me bindjen, dorëzimin dhe nënshtrimin absolut ndaj urdhrave të tij pa asnjë lloj hezitimi. Muslimanët i lidhin ritualet e kësaj feste, në veçanti tekbiret që janë në veçori e kësaj feste, kur ne në çdo kohë themi dhe përsëritim fjalët Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah është më i madhi, Allah është më i madhi, nuk ka tjetër posti, ai është një i vetmi, Zot i cili meriton adhurimin dhe robrin, atij takon lavdi, falenderimet, nuk ka Zot tjetër posti. Po ashtu veçori e Kurban Bayramit është edhe therrja e kurbanit, që ne nëpërmjet therrjes së kurbanit e manifestojmë besimin e pastërt, dorëzimin e plot ndaj Allahut Dhul Xhelal. Të dashurit e mi, manifestimi i njohshmërisë ndaj krijuesit shpërfaqet në disa shtylla themelore, sikur dorëzimi dhe bindja ndaj Allahut Dhul Xhelal, dhe kur jemi tek dorëzimi dhe bindja ndaj Allahut fuqiplot, apo siç na mëson Kurani me konceptin e tij, ti bëhemi teslim, ti dorëzohemi pa asnjë dilemë Zotit ton, e kemi shëmbëltyr dhe udhërefyes të dërguarin e Zotit, Ibrahimin a.s., i cili është shembulli më i mirë i dorëzimit, nënshtrimit dhe bindjes ndaj Allahut. Historia e kurbanit, që ne sot e festojmë ditën e Kurban Bayramit, mishron në vete kulmin e njohshmërisë ndaj krijuesit. Ibrahimi a.s. ishte mes dy sfidave, dëshirës dhe dashurisë ndaj të madhit Zot dhe dashurisë ndaj të birit të tij, nga se ju e dini, një kohë të gjatë Allahu fuqiplot nuk i dha fëmijë Ibrahimit, dhe ai në një moment i tha Zotit të madhrishëm: O Allahu im,
si kur ti mund me falë një fëmijë, unë nga dashuria ndaj teje, atë fëmijë do ta flijoj dhe do ta bëj kurban. Kaluan vite, Allahu ja fali të birin e tij Ismailin dhe tani erdhi momenti i sprovës, erdhi momenti i dorëzimit dhe bindjes ndaj Allahut dhe Ibrahimi, po asnjë hezitim, dashurinë ndaj krijuesit nuk e la që ajo të jetë më e vogël përballë dashurisë së birit, andaj edhe vendosi me e fliju të birin e tij. Dhe kjo është një nga mesazhet e Kurban Bayramit, që ne asnjëherë, para asnjë dëshire, para asnjë teku, nuk duhet ta qesim dëshirën dhe dashurinë tonë para dëshirës dhe dashurisë së Allahut fuqiplot. Kurban Bayrami manifeston dhe shpërfaq sinqeritetin në qëllimet tona, ku kjo shihet edhe te therrja e kurbanit. Allahu fuqiplot në Kur'an na edukon, na mëson që ne tër jetën tonë të harxojmë në moton e asaj që Allahu kërkon nga ne. Thuaj, namazi im, kurbani im, jeta ime, vdekja ime janë për Allahun fuqiplot. Prandaj Kur'ani na ka eduku, njashtu dhe pejgamberi a.s. që ne nuk lutemi dhe nuk falemi vetëm para Zotit të madhreshëm. Ne nuk therim kurban për askënd, në asnjë rrethan, vetëm për hir të Zotit. Bëjmë përpjekje që jetën tonë të harxojmë në rrugën e Tij, por edhe nëse vdesim, flijohemi për hir të Tij. Të dashurit e mi, festa e Kurban Bayramit në vetvete përmban edhe beslidhjen praktike të vllazërisë dhe bashkimit, unitetit, afërsisë e dashurisë, solidaritetit dhe mëshirës për njëri tjetrin. Kur'ani famlart, i dërguar ynë Muhamedi a.s. na mësojnë në mënyrën më praktike se si mëshirohen këto koncepte, këto vlera, këto virtyte të cilat i përmendëm më herët. Uniteti dhe barazia mes besimtarëve dhe njerëzve në përgjithësi. Kjo shihet, shiqoni, të gjithë ju në këtë xhami, por gjithandej Republikës tonë, por jo vetëm, gjithandej globit, njerëzit herët në mëngjes ngriten dhe bën bashk në xhamit dhe shtëpitë e Allahut për ta falë namazin e Kurban Bayramit, dhe këtu të gjithë duken të barabartë dhe nuk ka dallime as racore, as gjuhësore, as sociale, as shtresore. Të gjithë janë të barabartë dhe të gjithë para Allahut janë të njëjtë. Më i miri dhe më fisniku prej juve të Allahut është ai i cili është më i devotshëm. Të dashurit e mi, festa e Kurban Bayramit na mëson që dashurinë, mirëkuptimin, tolerancën, gjithandej ta përhapim dhe ta flakim e të largojmë armiqësinë, mosmarrveshjet, urrejtjen e kështu me radhë. Festa Kurban Bayramit përmban në vete edhe elementin e solidaritetit, kur gjithë ata cilët Allahu ka dhënë mundësinë të therin kurban, pjesën dërmuese të mishit e kurbanit, e shpërndajnë për njerëzit në nevojë, që sot në këtë ditë feste të mos ketë njerëz që e kanë barë kafshatën e gojës, skomjen, por sot spaku të gjithë të jenë të barabartë me fëmijët dhe familjet e tyre. Festa Kurban Bayramit kërkon nga ne që t'i ruajmë e t'i forcojmë lidhjet familjare, farifisnore dhe lidhjet në mes vete, sot në këtë kohën tonë, kur materialja dhe materializmi, egoizmi, lakmia, gryksia, ka bo që ne t'jetojmë vetëm për veten tonë dhe të mos kemi shumë ndjenja dhe solidaritet për të tjerët, e pikrisht festa e Kurban Bayramit e kërkon të kundërtën. Të dashurit e mi, dje muftiu Kosovës ka bën një apel dhe një kërkesë të cilën dëshiroj edhe unë ta lexoj ashtu sikur ai apeloi dhe kërkoi nga mbar populli ynë, nga se ne edhe pak ditë me datën 7 qershor do të kemi procesin zgjedhor. Nga sot fillon fushata zgjedhore.
Muftiu i nderuar, profesor Naim Efendi Tërnava, apeloj dhe kërkoj nga gjithë ata të cilët janë pjesë e kësaj gare, që garen për zgjedhje ta bojnë në qetësi, me maturi, me dignitet, duke qenë larg gjuhës së urrejtjes, gjuhës së përçarjes, linçimeve, ofendimeve, të dashurit e mi. Ne kemi shumë momente që nëse kthehemi vetëm më pak se 3 dekada, këtu pikërisht në këtë vend ku jemi sot duke e fal namazin e Kurban Bajramit, në murin e xhamisë në anën time të majt, janë mbi 50 qytetar, vëllezër dhe motra tona martir, që u masakruan dhe u vritën, padrejtisht, më pak se 3 dekada. Ja te muri i xhamisë tu, janë mbi 50 martir të lagjes Dardania. Ende i kemi plagët e luftës të freskëta. Prandaj, askush nuk ka të drejtë ta përçan e ta polarizon shoqërinë, popullin. Ne të gjithë jemi vëllezër dhe motra, të gjithëve duhet të na bashkoj shërbimi e mira ndaj vendit, vatanit, familjes. Kosova, vatani, nuk është i partive politike. Këtë duhet ta kuptojnë të gjithë partitë politike. Gjithë ata që janë në garë duhet ta kuptojnë se janë shërbëtor të shoqërisë, të popullit, të vendit, të prosperitetit e kështu me radhë. Prandaj, ju lus që edhe ju sot, edhe nesër, gjatë vizitave që do të bëni tek familjarët dhe miqtë tuaj, të përhapet ky mesazh dhe kjo kërkesë që larg gjuhës së urrejtjes, larg përçarjes, le të jemi të matur e të urtë e të dinjitetshëm dhe të dashurit e mi. Porosia e fundit nuk duhet t'i harojmë në këto momente festive, në këtë ditë të bekuar, në festën e Kurban Bajramit, gjithë gjeneratat dhe brezat, të cilët dhanë shumë për shtetin, për lirin, që ne sot këtu të falemi lirshëm, të gjithë ata martir e dëshmor e veteran, e në veçanti luftën e fundit të bekuar të ushtrisë shërimtare të Kosovës, të mos harojmë asnjë nga gjitha brezat dhe gjeneratat pa përjashtim që kontribun që ne sot të kemi shtetin, lirin, të ndihemi për plot dignitet dhe sigurisht urojmë që edhe krerët e ushtrisë shërimtare të Kosovës ta përmbyllin atë proces të padrejt me faqebardhësi e të kthehen fitimtar e të pafajshëm, e Zoti na dhasht të mbara e mbarësi, e na qofshin me të mira e me bekime këto ditë të bekuara wa kebbirhu tekbira. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Të dashurit e mi, Allahu fuqi plot në prezencën e melekëve, e lavdran dhe kërkon nga meleket dhe besimtarët të dërgojnë salavat mi pejgamberin a.s. Prandaj edhe ne të gjithë themi Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallejta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. O Zoti ynë, dhe të mira në këtë botën tjetër në mbrojnë nga zjarri i xhenemit. Na fal neve, na I fal prindrit tanë, barë muslimanët nesër në ditën e gjykimit. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi wa ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa kabbirhu takbira.